Përshëndetje miq dhe mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it. Sot kemi një video pak ndryshe sepse do të flasim për të reja nga bota e shkencës, shëndetësisë dhe të mjekësisë. Para disa ditësh kam lexuar një lajm fantastik. Në një laborator të Japonisë po zhvillohet gjaku artificial, i cili përveç se ka një ngjyrë lila dhe jo të kuqe, do të mund të përdoret për të gjithë llojet e grupeve të gjakut. Mendoj që është një lajm fantastik në kushte që OBSH-ja shpesh e ka ngritur problematikën e pamjaftueshmërisë së gjakut të dhuruar, duke vënë në këtë mënyrë në rrezik jetën e mirave persona të cilët mund të kenë nevojë në mënyrë të menjëhershme për gjak për të shpëtuar jetën e tyre në situata të caktuara. Gjithçka ka filluar në korrikun e vitit 2024 kur u mendua që të krijohet një gjak artificial i cili do të mund të përdoret për të gjithë, me idenë që deri në marsin e këtij viti do të ishte zhvilluar dhe deri në vitin 2030 projekti ambicioz synon që të jetë i aksesueshëm për të gjithë. Por konkretisht, për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një substancë që do të imitojë një funksion shumë të rëndësishëm të rruazave të kuqe të gjakut. Konkretisht, këto janë përgjegjëse për transportimin e oksigjenit që do të marrin përmes procesit të frymëmarrjes drejt të gjithë qelizave të trupit tonë. Oksigjeni i cili do të përdoret për të kryer të gjitha funksionet që ka nevojë. Dhe më pas do të prodhohet dioksidi i karbonit nga këto qeliza, që përsëri është gjaku ai i cili do të bëjë të mundur transportimin e këtij dioksidit të karbonit për të larguar nga trupi përmes procesit të frymëmarrjes qelizore përsëri apo përmes ekspirimit, pra nxjerrjes jashtë e ajrit. Ideja është që si do të realizohet kjo? Kjo realizohet pikërisht përmes ekstraktimit të hemoglobinës, që është pikërisht ajo molekulë që tek qelizat e kuqe të gjakut do të lidh oksigjenin, do të ekstraktohet nga gjaku i dhuruar i cili ka skaduar, vetëm me fjalë të thjeshta do të mbështillet me një mburojë e cila do të mbrojë ato edhe nga viruset e shumta. Fillimisht do të kemi një eksperimentim me vullnetar ku do të administrohen 100 deri në 400 ml të kësaj substance për të parë nëse do të jetë mundur që në të ardhmen do të mund të përdoret ky lloj gjaku për të gjithë ato persona të cilët do të kenë nevojë. Karakteristikat e veçanta të këtij lloji gjaku artificial janë fakti që përveç se nuk ka ngjyrë të kuqe por ngjyrë lila, do të mund të përdoret për të gjithë llojet e grupeve të gjakut dhe gjithashtu ka një gjatësi shumë të madhe. Nëse gjaku i zakonshëm do të skadojë për 1 muaj në temperaturë ambienti, ky mund të rezistojë deri në 2 vite. Ky studim i laboratorit të Narës po përplotësohet më tej dhe me një studim të Universitetit të Chou përsëri në Japoni, ku do të krijohet disa partes artificial të oksigjenit përmes përdorimit të albuminës, që është një proteinë e rëndësishme e gjakut ton, e plazmës së gjakut ton, dhe do të përdoret në mënyrë që të kontrollojë presionin e gjakut, në mënyrë që të trajtojë kështu edhe problematika siç është edhe hipertensioni, që fatkeqësisht e dim që është shumë i përhapur në vende si vendi ynë që kanë probleme me sëmundje kronike. Dhe kjo ishte videoja për sot miq. Ju falenderoj që ndoshët deri në fund. Çfarë mendimi keni për gjakun artificial? Jeni pro apo kundër tij? Edhe mendoni se do të jetë i përdorshëm në të ardhmen për të gjithë? Ju ftoj të lini komentet tuaja. Gjithashtu bëjeni like videos dhe ndajeni me miqtë tuaj në share në mënyrë që të mos u pasin këtë lloj informacioni. Gjithashtu mos u largoni pa bërë subscribe apo pa abonuar në kanalin tim në mënyrë që të mos u mbisni asnjë video. Vazhdojmë në videon e radhës dhe deri atëherë ju uroj të gjithëve shëndet.